Të ndikoj? Sigurisht që do të ndikoj. Unë pres, ashtu që shpresin gjithë qytetarët e Republikës, që vendimi i gjykatës së Hogës do të jetë në favor të krerëve të UÇK-s, dhe nuk ka arsye tjetër për të ndodhur kundërta, por megjithatë me që atje ndoshta vendos më shumë politika se sa drejtësia, atëherë nuk i dihet çka ndodh, por nëse gjykata e Hogës merr vendim lirues për krerët e UÇK-s dhe kthimin e tyre në Kosovë, sigurisht që balancat politike të lëvizin jo pak por shumë. Apo friksohet Kurti, apo i theksohet saj? Dhe Kurti ose është duke ju friksu datë 16 shtator, ose është duke ju gëzu asaj date, sepse... Se le ajo duket më e mundur? Po, unë po kam dëshirë që dhaj me pas njëjtin mendim si kur komon, që me u gëzu gjithë shqiptarët, sepse në kjo në pyetje 4 njerëz të Kosovës se gjenden Hogë, por është në pyetje edhe letra e pavarësisë e Republikës Kosovës atje. Pra, atje po gjykohet edhe pavarësia e Kosovës, edhe lufta, edhe rambujeja, edhe NATO-ja, edhe populli, edhe ne krejt. Pra, askush nuk duhet t'i gëzohet në qoftë se është një vendim fajsus për ta, sepse dënohet Kosova e ju Hashim Thaçi dhe të tjerët. Prandaj, është mirë që ne këtu të kemi institucione, që atë ditë, pavarësisht çka do të ndodhë, të kemi institucione, të reagojmë si institucione, e jo të bëjmë reagime si qytetar, ose si subjekte politike, ose si shoqata, por të kemi institucion, të kemi president, të kemi kuvend, të kemi qeveri, dhe në qoftë se është nevoja të bëhet një organizim qeveritor, institucional, shtetënor dhe presidenti i vendit të shkon në aeroportin Adem Jashari për mi prit, duke ardhur nga Hoga, ose më e keqja, presidenti i vendit të bëjë thirrje popullit qoftë për qetësi, qoftë për gëzim e tjerë. Po kam frikë që edhe kjo datë është një pjesë arsyeve që ne s'kemi institucione. Sepse nuk ka pas nevojë me shku kështu. Kur ke numrat mjaftueshëm, do të me kriju institucione. Kur ke vendimet të gjykatave, ne jemi me kolegët njërista, që vendimet të gjykatave du të mu respektu. Po se respektohet i shkon bërë. Ata kanë marrë, ne të gjithë, ose jo të gjithë, për një pjesë e madhe njerëzve, për i kritikojnë gjyqtarët e gjykatës kushtetuese. Ata nuk kanë orë nga qielli, edhe ata kanë qenë studentët e dikuj. Prandaj aty, nuk është një mendim i tij, por ata shfletojnë dokumente. Për të nxjerrë një dokument të rëndësishëm që nuk i dëmton askënd, por është i drejtë. Dhe kanë nxjerrë dokumente të cilat duhet ne mi respektu. Vendimet e gjykatave nuk shtyn hajca dhe 1 ditë edhe 2 ditë. Qartë. Do të mu respektu vendimi. Që kjo situatë është për më mush men, ne për herat e tjera. Kur do që dalim në zgjedhje, duhet me ditë që nëse nuk i fiton 80 deputet dhe në Kosovë askush do të fitoj kur 80 deputet, duhet të kesh nevojë për një subjekt ose 2 subjekte politike me bo marrëveshje politike. Me që të vynë çdo herë në Kuvend të Republikës, 80 deputet, me kalu marrëveshje ndërkombëtare dhe tjera, duke ditë në për çfarë situate po kalon, jo vetëm Kosova, por edhe gjithë bota, ata ke nevojë për një subjekt për të cilën ndoshta s'ke nevojë për numra, po ke nevojë me pas krah. Mirë është me qenë 2 subjekte politike të fuqishme, mu ballafaqu me problemet qoftë sigurisë, qoftë ekonomisë, qoftë sigurisë globale që po kalon krejt bota. Prandaj unë po befasohem me zotin Kurti që i ka 53 deputet dhe me ata deputet tjerë që mund të bëjë qeverinë, por po befasohem prapë që ngul këmbë që presidentin mund ta zgjedhin për një kandidat jo partijak, po le kandidatin jo partijak. Kur ndalë le ta propozon lidhje demokratike. Kur ulet në ulcën e presidentit, ai dorëzon librezën partijake. Ai duhet të shërbejë qytetarëve të Republikës. Dhe të mos ndodh të shërbejë një subjekti politik. Ne pesë e mojmë mend. Pesë është bollë pavarësia e Republikës, derisa ne kemi pas president